shpresoj që ta votojnë, pra, parlamentari, në është me rëndësi. Neve që kemi dhënë disa opcione, po s'ka me ende informatë se a do të ketë në një ndryshim. Kemi thonë që në rrasë do të jetë një kandidat unifikues e japim votën. Ma shumë s'ka... Saranda Bugojesi pak më herët ka këtu dhe tha është propozuar emrin, po pa pyet mu, pa biseduar me mu. Po s'është propozim. Pse tani jo Saranda Bugojesi? Jo, s'është propozim, na kemi shiqoni ne ajo ka qenë nënkryetare. Edhe kem pa në udhëheqjet shansa, ka qenë korrekt, kam bërë një qendrim shumë po them të respektueshëm. Për ne do të ishte problem me votu atë. Po edhe Shqipja Shelimi, pak sikur se dene edhe Dauti edhe Lahia edhe plot kanë miqësi me Rexhen, Kalinda ashtu në diskutim gati rastisht. Ne kemi propozuar ta dy emra si ndihmës. Pra nuk janë propozimi ynë realisht, po si mundësi kemi dhënë. E dim që VV e bën propozimin, nëse i kanë votat, nuk ka problem këndo që e votojnë. Kryetari i Parlamentit nuk është çështje politike dhe nuk i dashur me u bllokue konstituimi i kuvendit. A ka pasur ndonjë ftesë lëvizje që vendosje për juve si kryetari i AKP-s për të biseduar apo për të gjetur një zgjidhje gjatë këtyre 48 orëve? Po jo, kishte sot, po këtu është edhe menaxhimi i keq për shembull nga VV-ja. Ata i kanë shtyr seancën e s'kan ndërmarrë asgjë. Vetëm tash një gjysore para seancës, kryesuesi zoti Dehari i ka ftuar kryetarët e partive, në këtë rast kanë shkuar timja dhe përfaqësuesit e partive, po nuk është një çështje serioze ndaj kësaj teme. Pra, VV duke ditë që si ka votat, ka mujt para se me dhënë një propozim, me u konsultu me partitë, jo me dhënë kandidatin, me thonë tani na votoni se s'keni çare. A është do të bëjë pjesë e grupit juaj parlamentare dhe përfundimisht ai keni ndarë rrugë me Limajn, pasi e kemi pasur një intervistë me Tema Goxha. Tash shfrytëzoj këta përgjigjen e Bekës, që ka thonë çështja e dytë është e parvjeçit, e kem dhënë shpjegime shumë, po fitoj më kthyn te. Duda është e mirë se arnë, nuk kemi një marrëveshje, unë i kam ftuar gjithë deputet pa grup parlamentar të na bashkohen. Për zotin Limaj keni folë dje me terma pak ma ndryshe se që keni folë këto. Jo thash e parvjeçit më e kom kry. A ka zhvillime të reja? Se mënet më ka një zhvillime i pardjeshit, po që keni folë sot, ose... Jo, s'ka diçka të re. Faleminderit. Edhe juve. Faleminderit shumë. Faleminderit.